Po, 100%. Sidomos mjaltin slim stick që kam përdor, për dobësim. Slim stick i cili edhe sot është në zbritje realisht prej 40-25 euro. Po, më ka ndihmu shumë. Krejt çka ke përdor, unë kam përdor mjaltin slim stick, jam dobësu, kam humb 12 kg, edhe po ndina shumë më mirë tash. Përshëndetje, miq të emisionit 05, jemi në Kaçanek. Jemi tek dyqani Leila Shop, i cili tashmë çdo ditë më shumë po zgjerohet. Dyqani Leila Shop, rihapi pikën në Kaçanek. Të shohim brenda se çfarë po ndodh. Realisht, po e shohim edhe një numër të madh të klientëve. Lindi, përshëndetje. Përshëndetje, emisionit 05. Fillimisht urime për rihapjen e kësaj pike. Faleminderit shumë, mirë se keni ardhur. Se gjatëm, Lindi na trego si e pretën qytetarët e Kaçanikut sot këtë rihapje. Këtu siç po shihet ka qytetarë në krejt Kosovës, prej krejt Kosovës, Maqedonisë, po ashtu kena edhe musafir prej Malizi. Edhe nga Malizi. Po. Sa je i lumtur ti për këtë? Unë jam i lumtur se produktet që i shason kanë shumë efekt dhe janë klientët e kënaqur, edhe kena gjithmonë klientat rregullt. Ne po vazhdojmë, po e shikojmë lokalin edhe njëkohësisht nëse dikush planon me u prononcu për emisionin 05. Patjetër, vazhdojmë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni mirë? Mirë, faleminderit. Shpresoj që nuk ju pengoj. Jo, s'pak. Po vazhdojmë me ju. Me këtë emisionin 05 jemi me aktorën e njohur Baria Hashani. Përshëndetje edhe ne. Përshëndetje. Fillimisht faleminderit shumë që pranove me u prononcu për emisionin 05. Po të shohim në ambientet e Leila Shop, na trego pse jeni këtu apo për zgjerimin e kësaj pike. Po, unë sot jam marrë në Kaçanek, te Leila Shop. Leila Shop po rritet, e pas ka zgjeru lokalin, edhe kom përdor produktet Leila Shop, kam pas efekt për mu, jam di e kënaqur, edhe shumë punina mirë. Thotë, produktet që i ke përdor kanë qenë efektive 100%. Po, 100%. Sidomos mjaltin slim stick që kam përdor, për dobësim. Slim stick i cili edhe sot është në zbritje realisht prej 40-25 euro. Po, më ka ndihmu shumë. Krejt çka ke përdor, unë kam përdor mjaltin slim stick, jam dobësu, kam humb 12 kg, edhe po ndina shumë më mirë tash. Ashtu ambienti i ri si po duket? Shumë mirë, shumë mirë. Faleminderit shumë, kënaqësi që u takuam. Ju përshëndes.